Hetimet për vrasjen e turistit portugez në Ksamil po zbardhin detaje të reja mbi momentet e para dhe pas krimit, ndërsa policia po verifikon dhe përfshirjen e personave të tjerë. Viktima Luis Miguel Varela Mendes, rreth 20 vjeç, kishte mbritur në Ksamil së bashku me një grup turistësh nga Portugalia. Sipas të dhënave të reja të hetimit, ngjarja dyshohet se ka ndodhur rreth orës 02:30 në ambientet e La Guera, pjesë e resortit, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që përplasja të jetë shkaktuar për shkak të një vajze. Në fokus të hetimeve është dhe e kaluara e Vatës. Ai rezulton të ketë pasur probleme me drejtsinë në Angli, ku sipas të dhënave të bëra publike është dënuar për vepra që lidhen me pseudonimin e kokainës, armëve dhe drejtimin e automjeteve nën efektin e lëndëve narkotike. Pas ngjarjes, policia e Sarandës ka shoqëruar 42 persona, mes tyre pjesëtarë të stafit dhe persona që ndodheshin në ambientet e resortit. Ata po merren në pyetje për të rindërtuar dinamikën e plotë të konfliktit dhe për të përcaktuar nëse persona të tjerë kanë pasur dieni ose rol në ngjarje. Në kuadër të hetimeve është ndaluar dhe Mojsid Matusha, 24 vjeç, banues në Gjirokastër dhe me detyrë ndihmë specialisti i hetimeve të krimeve në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër. Sipas hetuesve, Matusha i punonte gjithashtu si truproi e kompanisë Elite Security në ambientet e kompleksit ku ishte angazhuar dhe Vata. Ai dyshohet se e ka ndihmuar autorin e dyshuar pas vrasjes për t'u shmangur policisë. Hetimi është rirë edhe në 2 shtetastursh, të cilët dyshohet se ka ndihmuar Vatën që të largohet nga zona. Policia po verifikon automjetin me cilën është larguar dhe rolin që ka pasur çifti në këtë lëvizje. Një tjetër pistë që po verifikohet lidhet me faktin se Vata dyshohet se punonte si bodyguard edhe për shtetasin turk. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon të mbledh provat dhe të marrë në pyetje personat që ndodheshin në resort, ndërsa nuk përjashtohen arrestime të tjera nëse nga hetimet do të provohet përfshirja apo ndihma për autorin pas krimit.